Situata në territorin e Bashkisë Durrës vijon të jetë e rënduar si pasojë e rreshjeve intensive dhe daljes së lumit erzen nga shtrati, i cili ka shkaktuar përmbytje në disa zona. Aktualisht kanali i Tonës ndodhet në nivel maksimal, ndërsa hidrovorët e Porto Romanos dhe Hamallajt po punojnë me kapacitet të plotë. Dalja e erzenit dhe çarja e argjinaturës ka përmbytur fshatrat Erzen dhe Flak, ndërkohë që edhe Qerreti është në rrezik. Deri më tani llogariten rreth 1000 hektar tokë bujqësore të përmbytura. Në Sukth gjithashtu janë rreth 5000 hektar tokë bujqësore të përmbytura, ndërkohë që lagjet 2, 3, 4 dhe pjesë të tjera të qytetit vijojnë të mbeten në ujë. Edhe në Bashkinë Shiak situata është e rëndë, veçanërisht në Gjavzotaj, Maminas dhe Gjepalaj, me prani ujë në banesa dhe vështirësi serioze në qarkullim. Ndërkohë që ka vazhduar deri në orët e vona të natës së dieshme evakuimi i banorëve nga zonat e përmbytura. Strukturat e emergjencave civile, policisë së shtetit, ujësillës kanalizimeve kanë bërë transportimin e banorëve nga zonat e përmbytura drejt hoteleve në vijën bregdetare të Durrësit. Nga të dhënat e shtabit të emergjencave mësohet se në fshatrat Vadardh, Katund, Sukth, Kull dhe Katund i Ri janë zhvendosur 300 banorë, të cilët janë akomoduar në hotele. Në total, numri i banorëve të evakuuar nga përmbytjet e datës 6 janar shkon në 842. Nga ana tjetër, bashkia vazhdon verifikimet në terren për të evidentuar dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Në 3 ditë pune të grupeve të verifikimit janë inspektuar 2380 banesa dhe në 848 prej tyre janë mbajtur akt konstatimet.